Ke ikë 94. Drejtën Amerikë? Drejtën Amerikë ishte një okazion dhe më hanë që duhet të flasësh gjatë, po si ashtu, po ishte një okazion që unë të shpërngulesha bashkë me familjen time. Dhe vajtëm edhe qelloj që, filluam në Boston, në atë townin që sa po folëm diçka para se të ashtu, dhe pastaj aty fillon zë një punë, familja, fillon shkolla, fëmijët, atjera, dhe duket sikur ne aty kemi hedhë atë sperantë. Dhe më kemi qurë rejnë atje, tani, duhet këtë qenë fati madhë me shku, për nuk duhet këtë qenë shumë e letë me ungull. Absolutisht, ja. Absolutisht, ja. Fillimi është jashtëzakonisht i vështirë. Është shumë i vështirë, po unë bëra një gjë, dhe them që bëra atë që duhej bërë, sepse kur unë nisa, nuk e di se si ishte një rasie, ku dinë se çfarë ishte po dëgjoja një intervistë një Amerikani, Italo-Amerikan të famshëm në Amerikë, i cili kishte bërë shumë sukses dhe e pyetën, i thanë, po mirë, një ndër gjërat që ke bërë ti që të kanë ndihmuar ty. Shiko, tha, unë nisa, edhe i thash vetes, shiko përpara, pse po e ktheve kokën mbrapa s'ke për të bërë gjë. Edhe unë i thash vetes time, Jul, ajo që ju bë, tash vazhdo përpara, po ishte shumë e vështirë, Po se ti tani vje dhe, ne dalim televizor dhe na e përgëdhelin sedrën, por në atë kohë, ju keni qenë me gishtat e dorës, Është vërtet. Quni bukur, aktor i shkëlqyer. Pse thot keni qenë? Jeni akoma, po. Tani, bëj shaka. Duhet këtë qenë shumë e vështirë edhe me kalu këtë lloj. Ishte shumë e vështirë. Që aty s'nifte njeri, aty ishe një Pse s'kenon më bësh? Absolutisht. Biles, mund të duket si diçka, domethënë, po një javë përpara se të ikja, si student vum Molierin e Shakespeare-it, Molierin e Don Juanin, në fakt. E ishte një punë e jashtëzakonshme, ishte puna ime e fundit, me dhimbje të shpirtit, se thosha mas një jave nuk doje më iku mori fund kjo punë. Dhe mas një jave, t'ju them me sinqeritet, kam vajtur ke Anthony Athanas, i famshmi, edhe tre kalamaj prisnin, më kupton, isha gati të fusen punë, çfarë do lloj pune? Tre. Punë bët. Unë fillova, unë isha me fat. No, isha të them të drejtën edhe, të thash, isha me fat se edhe flisja që unë. Ti flisi anglisht? Flisi anglisht. Kisha vajtur ke shkolla e Fulcit, që u hap atëherë në fillim, edhe bëra një kurs, po isha goxha mirë. Edhe Antoni me besoj me futi bartender, kamarier. Kështu me fal... Barist. Koktejl. Barist. Me pyeti ti e shoh thash ti ke lëvizur, ke shkuar ne ditë bësh në gjë. Pyeti po koktejt amerikan me nuk marrin kur të fund. I thash, unë si s'di, unë e të bëj pa tjetër. Qa dinim, ne teke raki, teke ferneta, si gjë tjetër. Ka qurrel. Edhe kështu filloja e punë. Por isha me fat sepse shumë shpejt, nga gjua me ndihmoj edhe kështu, dhe pastaj më në fund, një dite, masi kishim blerë një shtëpinë e parë në Amerikë, i me shoqe po bizedonin, po pinim i kafe, më tha, ore, të kujtohet kur bleve shtëpinë që s'kishte njeri, nuk merre njeri vesh me ty, nuk fliste as njeri. Pse nuk e bën ti këtë punë? Ti gjuhën e flet, shqipen e flet, anglishtën, Në real estate. Edhe u futa në real estate.